Prej 80 shtëpiave sot banojnë vetëm 2-3 familje. Tani thujmë po dalin gjinja jashtë, ka njëherë me nej do të më nis natën me ikë. Edhe këshirë në çfarë rrugë, na për çet rrugë, kalojnë 2-3 familje, do me thonë me kere. Do me thonë krejt fshati gjatë kësaj rrugë janë. Janë që shtu e kalon komuna, që shpi shefni. Jena dal me ka 2-3 ari si çdo familje për këtu që jenë dalë. Në për qytete, kena lon këtu ka 5-6 hektar. Komuna gjithë po thotë që së kërkush, për çam ja çu rrugën. Që kanë braktisë fshatin edhe s'kan ndërhy komuna kur gjë. Para luftet 80 shtëpi, tash 2-3 shtëpi s'kan bet. Rrugë s'kan pas asgjysh me ndërtu shkaku i rrugës, asgjysh me investu. Mishtemi dashur përshëndetje prej meje Lauretës. Na sot terrenin e kemi në fshatin Tërsten të komunës së Mitrovicës, ku na pret Selim Hajdini, cili ka më na fol pak më shumë për këtë fshat. Ky fshat është një prej fshatrave më të bukura në rajonin e Shalës Bajgorës, por që është krejtësisht i braktisur nga banorët e këtij fshati për shkak të mungesës së kushteve elementare edhe kryesisht asfaltimit të rrugës. Kena me shku me fol bashkë me Selimin edhe ai ka me na fol pak ma tepër edhe ma me detaje pse kanë shukat shumë këtë vend. Prej 80 shtëpiave sot banojnë vetëm 2-3 familje në këtë fshat super të bukur. Shkojmë të takojmë Selimin edhe të shohim çka ka për më na thonë. Selim, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Mirë se ju kena gjetur. Fshatin Tërsten, qysh e kanë quajtur tash së fundmi fshati Moze, për shkak arsyeve ndryshme që kanë braktisë fshatin edhe s'ka ndërhy komuna kur gjë. Domethënë, duke qenë para luftet 80 shtëpi, tash 2-3 shtëpi s'kan bet. Kjo ka met vetë si mheshtje kështu. Komuna na kalon mbrapa shumë. Kjo është Tërsteni e Sherif Tërstenës, jeton Tërstenës, dëshmorëve dhe luftetarëve, Idris Aslanit, Bon Treti Merit, e shumë të tjerëve që janë me emra kështu të lartë. Edhe komuna e Mitrovicës na kalon si me premtime, jo këtu këtë mandat, domethënë pa rrugë, pa investime, pa shkollë, pa shumë çka, domethënë pa gjëra elementare thjesht. Kështu që vazhdojmë edhe tjera gjerime. Ju faleminderit shumë që keni gjetur kohë për na. Shumë edhe ty që ke nda kohë me bashkëbisedu me neve, më na fol pak më shumë për Tërstenin, edhe pse u braktis në mos kaq të madhe, domethënë prej banorëve të këtij fshati. Si pasojë e rrugës, domethënë krejtësisht e kanë lëshu se rrugë s'kan pas asgjysh me ndërtu shkaku i rrugës, asgjysh me investu, asgjysh shumë rrallë edhe vinë ka, arsyeja se problem për rrugë, dimnit ma heq, domethënë s'ka shans heq me depërtu. Domethënë gjithë fshati është i pa asfaltuar. I pa asfaltuar është. Një pjesë është andej, një pjesë ka qysh ka nej, Tërstenës është pak asfaltuar, dhe ata kanë shu se është shumë e papërshtatshme, domethënë. Veçi kryesisht është e pa investuar, domethënë e pa ndihmë nga komuna. Edhe ti nuk jeton këtu apo? Jo, na jena dal me ka 2-3 ari si çdo familje për këtu që jenë dalë. Nëpër qytete kena lënë këtu ka 5-6 hektar. Edhe do me thonë që atje nuk e parashej jetën më zhvillu ashtu qysh kena qef, e qysh jena konë të integrum këtu, qysh më integru atje me 2-3 ari për shembull, kurse këtu i hapësirë të madhe për shembull me ka 5-6 hektar. Secili është dalë me investu diçka, po arsyet janë se komuna nuk na ka mbështetur. Me të paktën me rrugë. Veç i ka pas interesat për vota, interesat e mandateve të veta edhe kështu që na kanë lënë më. Domethënë premtime sa herë ka po, çdo mandat kena me dal tash, do zhavurë pak do ndaj grymit dikon diçka kur gjë. Kështu si po vjen shi, po i çon gjitha. Po shkatron. Po. Okej, se Selim na këna me vazhdo edhe pak më shumë pjesë të tjera të fshatit. Po, patjetër vazhdojmë. Faleminderit. Selim, domethënë këtu kanë qenë edhe pronat e juja. Po. Që janë djegë domethënë gjatë kohës luftës apo? Po, gjatë luftës tonë e kanë kallë gjitha, domethënë edhe një konë qëtu për këna hiq me bagerë, këna hiq këtu për shkak të rrugës këna qëtu. Këtu këna pas odën, shtëpia, banimi, këna krejt na i patën kallë këtu. Edhe këtë migjës këtu, veç që ka tërhiq ai. Edhe domethënë që tu na kena jetu, u konë fshat i mirë, ka pas shumë banorë. Edhe shumë interesant ashtu prej asaj. Kena jetu shumë mirë, këtu kena pas gjitha, kena pas pemë shumë, mal, tokë, gjitha. Me blektori këtu fshati ma shumë mirë me blektori.
Po, do me thonë Tërstena... Edhe ja kanë dalë, adin, vjen konë shumë stabilizum, shumë të relaksum. Tash, në për qytete, në për rrallë shihun, për para këna njoftë edhe nipe e mese, tash se një kushëri ki, se një, jo jashtë, jo në për qytet, dikush Mitrovic, dikush Vështret Prishtinë. E që kujtan se limat kohën kur keni jetu këtu në këtë fshat? Po neve që na konë këtu, që na konë me fshat, neve ajo na kam bejt, që e ku na kam bejt, se tash kështu që na dalë në për qytete në për po, tash një pjesë jashtë, një pjesë jena shkip në për qytete ndryshme, në për puna ndryshme, kështu që në fshat jena një shumë ma mire, jena konë ma të relaksum, ma të ofër njoni tjetrit, tash kështu që as si pasoj ka qenë krejt rruga, dhe me thonë se me konë rruga, këtu ke investu gjithë njoni ka pak, edhe po me rrugi kena shumë punë të keq. Shkolla është e dëmtume, s'ka rrim, s'ka ujë, s'ka infrastrukturë për shembull, edhe shumë lagje janë pa rrugë, pa linjë, kështu pa. Tash kemi më shumë e këshyrë edhe shkollën edhe kryesisht rrugën për cilën po flasim, se Tërstena një vend shumë i bukur. Shumë vend i mirë është. Edhe ka pas shumë banor, po jeni detyruar me lënë këtë vend për shkak të mungesës së kushteve. Po, si pasojë rrugës kryesisht. Po. Do me thonë asfaltimi rrugës ju është premtu juve që sa vjetë edhe... Gjithë kanë premtu Komuna e Mitrovicës, se na jena me Komunën e Mitrovicës, po në realitet nuk kanë ndërmarrë kurrë për këtë pjesë, krejt fshati është poshtë, të 10 shtëpi, do me thonë që kanë para lufte. Krejt është e braktis, ka shumë lagje, sa që s'munësh edhe kom me dalë, se me kerru se me... Sidomos gjatë kohës dimrit, besoj vështirësohet ala ma shumë me kalu. Dimrit është e pamëshme kësajt me dalë, veç... Po që që apojnë për shembull këta banorët, familje që kanë... Jo, nuk ka banorë këtu, mos ka, do me thonë krejt që kanë... Po që merren me blegtori, me bujqësi? Pak, janë 2-3 shtëpi që merren, po... Edhe ata pjesë... Edhe ata veç bakti që i lëshojnë, do me thonë... Okej, na po vazhdojnë apo i shikojnë edhe kristë të tjera për fshatit Tërstena? Po, faleminderit. Kështu pra, qysh po e shihni edhe në bazë të pamjeve, një fshat shumë i bukur, që ka mujtë me u zhvillu blegtoria, bujqësia, këto është i lanën masdore. Edhe pothuaj se është krejtësisht i braktisë, mujna me pa edhe në bazë të pamjeve, do me thotë shtëpive që kanë mbet. I ka mbullu bari, për shkak se nuk jeton askush këto. Edhe për problemet me cilat përballet kryesisht Tërstena, siç është mungesa asfaltimit rrugës, edhe që komuna nuk ka investu as pak në to. Ja pra edhe këto është edhe një shtëpi tjetër e pabanueshme. Banorët së cilës se kanë shumë, do me thonë kryesisht janë shpërngull në Mitrovic, në Vështre. Selim, shumë vend i bukur, do me thonë pamje që të lëm pa fryme dhe mu braktis mos kaq të madhe, do me thonë ky vend është e dhëmshme. Po, ashtu është, na presim shumë edhe për kësaj qeverie, do me thonë që na mbështet për shembull me infrastrukturë, edhe me ndihma diçka për fshatin, këtu ka mundësi me blegtori, me bujqësi, me pemë perime, do me thonë, mundet ky fshat është shumë i gjallë. Që siç e shihni për shembull kjo pjesa këtu është pemë krejt, po është në anën tjetër krejt pemë, krejt janë met kështu. Do me thosh është pak e dhëmshme me po një vend kaq të bukur, këtë pjesë për shembull ti jeton nëpër betonin, nëpër ngushtica, nëpër sokaqe, nëpër qytet. Na që jena kone për fshatra për shembull, tjetër qysh jetojnë këtu, tjetër qysh në qytet, integrimi jonë është pak më i zërshëm se jena mësuar një frymë tjetër me jetu. Edhe në përgjithësi gatunet fshatrat e kanë frymën tjetër. Për shembull se kanë hapësirë më shumë, kanë tash me një banesë, me 2-3 orë çka më bëj për shembull. Çfarë jetesë bëhet me familje ose me. Po këtu për shembull, me dashtën e me blit tokë. Sa po shkanari? Po si fshat nuk kanë duhet kështu, do e kanë shit njëri tjetrit, po kështu për të huj halos sor kështu, po. Po për shembull me kon diçka valla kushton. Sa? Nashta me thonë s'pe cekim me shpim veç që do me thonë kushton kësaj, kushton. Kushton do me thonë ari do me thonë. Po se ka të interesum shumë me ble, po presin naj rruga diçka, gjinja me investu vetë kështu, katonart, për shembull, ka në pjesën Mitrovicë është shumë. Për atë arsye kërkush spishet po presin që po vjen ai rrugë diçka,
që me Selim, investu. a ishe këthyti në herë këto, a Po, mendon e me konë që kena pas një farë lumëtëri para luftës, isha këty edhe më këty, fshati ka pak pjesë, isha këty edhe vetë, edhe kam interes shumë më këty, se e vetën ma mirë më këty në fshat. Kena tokë shumë, edhe do më thoj ishe këthy. po, isha këty. Pa tjetër se një vend Isha shumë i këty. bukur që realisht, hajde vazhdojnë Po. pak, që realisht do të mu investu në to, për shkak se mundet mu zhvillu edhe turizmi, edhe biznesit, për shembull e kem rastin konkret edhe Jezersin. Edhe Jezersi ka qenë shumë i lanën mazdore, ka investu në asfaltimin, tashmi 3-400 biznese operojnë, do më thonë Jezersi. Këto shumica e shalës bajgorës, do më thonë, fshatrat e kanë shu si pasojë mos intervenimit komunal, do më thonë me rrugë. Po, Edhe si s'ki rrugë ti qysh jeton. Tash është koha me hi me kerr, me shku me traktor, me shku me kamion, me bajt material, s'mund kërkosh një material me qute shtëpia e vete. Në fshatin tonë këtu poshtë, që është si shifet poshtë, Po. i kanë thonë njerit po ta bina materialin për shtëpi mas lufte me njëherë, me helikopter po ta çojnë. Me helikopter e çon një ditë, po si ushen ata çdo ditë për shembull. Me helikopter po ta çojna me kfar, do me thonë mi çu Po. materialin poshtë me ndërtu shtëpinë. Kështu që e kanë transferu ti tërkon, edhe shkaku i rrugës e kanë lënë. Pas do me thonë katonarve po ju thonë që s'ka banor. Fshatarët po do me thonë po kanë po thonë që na pa rrugë s'munu me jetu, s'munu me ba gjallëni për shembull. E çto janë Edhe do problemet. me thonë që Komuna gjithë po thotë që s'ka kërkosh për çam ja çu rrugën. Që ti me ndërtu diçka pa rrugë. Fillimisht rruga tani ndërtimet e sa. Kështu lihet në shqirt fatit, banorët thonë s'ka rrugë, komuna thotë Po. s'ka banor edhe Po. Kjo Kështu ka shite, mbetur 25 stigma. vite do me thonë për një rrugë kjo është katastrofë është edhe nuk s'ka koment që shtojnë. Na për i marrëm do pamje do kështu, ama po se kjo shumë s'ka vend i as- bukur kjo edhe po fol besoj vet. edhe njerëzit tash e shohin alo ma mirë. në për qytet çdo 4 vjet i shtrojnë Po. rrugët. Veç për arsye me fitu të ndere, me fitu këtu një rrugë për shumë kohë gjatë nuk e hjeku, nuk ja mundsojnë fshatarët për shkak këty. Tash jena mi shyrë edhe rrugët në për të cilat kalojnë, do me thonë ata pak banorë që kanë mbet këto, edhe po vazhdojnë ana. Ja, pra miqtemi dashur, na nuk jena as në Bangladesh, as kërkon, po jena do me thonë në Tërstejnë, edhe këshyrë në qëfar rrugë, na për shët rrugë, kalojnë 2-3 familje, do me thonë me kere, qka mujnë, as mujnë heq. Se krejt fshati u met pengje kësaj rruge. Do me thonë Do me thonë qëtë rrugë mundohen me kalu veç makinat. dru ose diçka të rëndësishme që vinë ka një herë kështu se s'munet me për shembull me pas transport përditshëm këtu s'munet me qarkullu. Si që shifni Mundet është shumë tapijë të mëdha, edhe veç zhavore që kanë shtu Po edhe këtu ka si po bjen shi gjadimit, probleme edhe me ecë. një shi krejt ka e prish. Se Lima me kalu as me kira, as do me thonë krejt fshati gjatë kësaj rrugë janë, për çit rrugë, janë që shtu e kalon komuna, që shpi shefni. Do me thonë krejt shoti na për që Krejt fshati rrugë është shit kalon. rrugë, po. do me thonë. se vlen mu cek prap që Tërstena nuk e ka asnjë rrugë të asfaltume. Është veç një Veç pjesë një në hyrje pjesë fshatit. veç atje, po. një pjesë Po tjetër. knena Mirë, ka po familje, këtu ka është shtëpi. shkolla, këtu Po. poshtë është shkolla, edhe krejt fshatri shtrihen dikun 7 lagje përmes kësaj rruge. Kështu që s'kan hyrje tjetër ka, edhe që shpi shifni që gjendje, sikur me lavru diçka, është shumë problem, është 7 pjetë e madhe, deri në dikun 500 metra është gjatësi kjo, krejt Vallai. për pizze. Është për më ardhur, është për të ardhur keq, se unë e thash edhe më herët, këtu në kom, ka probleme kalu. Është shumë problem. Sidomos kur Komuna nuk e ka marrë parasysh Vjen hiç, burë, po. s'pi merr parasysh është na po jetojnë në Kosovë tash mos më gjin qytetarit komuna është shumë problem. na po pagujna taksa, jena do me thonë qytetarë këtij vendi edhe janë gjonat që do të mu investu, do të me u pas parasysh, po jo a keni bë kërkesën komunë? Kena bo kërkesë Komunën e shumë herë, Mitrovicës, po. çdo herë katunar krejt kësaj këtyre lagje kanë bo kërkesa të ndryshme, janë mënu në mënyra ndryshme, kanë investu edhe vet anak, do me thonë, kanë pru bagera, kanë gryje, po kryesisht ajo që duhet me investu komuna nuk ka marrë, nuk ka pas qa po dhe interesat e komunës që Komuna shikon, e Mitrovicës. Komuna e Vlen Mitrovicës. Mocek, po.
Okej, Këtu do më familjet thonë si janë rrit, këtu të edhe shtëpi janë po tash ka shumë, tash janë rrit, familjet janë rrit, secili kish pas dëshirë me ardhur këtu me investu, me punu. Ka poshtë, ka tokë, hapësirë shumë, ka tokë, ka shkolla, kanë mundësi me zhvillu jetesën me këto me jetu, me po ndërtu. do të thotë që si pasojë e kësaj rruge, e kanë të pamundur me u kthy edhe me kontribu. Problemi është e rruga. Fillimisht e rruga është problemi. Rrymë edhe ashtu rrymë, s'ka të shtylla elektrike që kanë dronit, ato i kanë hiq. Do më thasë, as energji elektrike nuk ka në këtë fshat. Edhe rrymë nuk ka këtë fushë. Kështu që e lone pas dore nga komuna. Do më thonë, këto jena në shkollën e Tërstenës, e cila deri para 5 viteve ka qenë në funksion, do më thonë funksionale, tash është të braktis plotësisht. Po, tash qysh për shefi, do më thonë, këto me pas banur, nuk e di qysh vinë me majtë mësim, Jesë në në këtë gjendje kështu, s'ka rrymë, s'ka ujë, ruaj e shkollën. pare në vu, si që shifni edhe vetë, çdo vend është e shafruar. Drejtare. Ti e ke kry vetë shkollën Po, fillore këtë në këta. shkollë. Çfarë nostalgjie po t'jep kur po i Kjo sheh? mi kujton gjitha, domethënë trinisë, se çyshin na kanë si fëmijë, është shumë interesant. Mirë, po kur e shon këtë gjendje, kjo është për dhimbje, adim, kjo është për të ardhur keq kur e shon këtë gjendje. Edhe çfarë gjendje ka në shkollë e shkollë mirë, ka pas nxënësa. Tash plotësisht e braktisën. S'ka më me thonë që tu ndoket qyshim kanë si fëmijë këtu s'kan bërë kur farë ndryshimi, këtu banka këtu, po më kujtohen si nuk i kanë renovu kur as me ndru kur hiç. Do më thonë, As këto më banka lind, janë s'ka. 6 vjetra deri Po, para luftës, do më këtu janë thonë. para luftës, do të thonë këtu banka besoj që para luftës çështja janë kam, edhe sakt si po. Kur farë investimi këtë shkollë po kur. Adam Zama, Edhe për e këtu shenë po këtë gjanë. kështu krejt më kujtohen që i kanë, do të thonë jeta këtu. Apo Adam Zama, kur Këtu kon paster, kon kja qëtë që shumë me thejra, drejtarët, kon paster anina e thurt, ke mujt me dalë me lujt të kolla shkollës, tash është e rëthume me malë, me thejra, me si që përshetje këtu. Këtu jenë të lanë pas dore, dhe me thonë nga komuna, nga institucionet, nga Ministri i Arsimit, kjo është të mërshtë me konë. Veç një të hiqë të mi mësë me pas të, do të mi mbajt, mi bo një regull këtu, për arsye më këthy fshati, më këthy fshatartë, më këthy banorë të, kjo është mërshtë, të mërshtë. është për morë të keq edhe po më dhimbet që ka në këtë gjendje. Po ty apo Se Adam cili Zama fshatari si këtu, nxënës? dhe me thonë, një jetë keq, kur e shën këtë gjendje, edhe i huj me konë, qka do qoftë, kur e shën këtë gjendje, është e dhëmshme, se e shkollë, për shumë që edukohen fëmija, kanë shplejsë njerëzit më këthy më shatë, kur e menon që s'ka shkollë, s'ka rrugë, këtë gjendje, komuna s'interesohet absolut. Kjo është e ramë për shoqërinë tonë, tani thujmë po dalin gjinja jashtë. Ka njëherë më nëj, do të më nisë natën me ikë. Pse po shike fjalla? Jo, po pse, çdo kun shkon njeri për të kushte më të mira, të merr shteti parasysh, këtu shteti s'merr parasysh, do të thonë, është puna që komuna, këtu desh tash, ja pisheni, kjo po shihet, diçka që shihet, nuk ka nevojë edhe shumë hiç për me fol. Këtu po shihen çun muret. Këtu edhe tash që kanë braktisë do të më renovu, me pas ndryshim, me pas ujë, rrymë, toalet, kjo s'ka kur gjë. Edhe nuk e di që shumë kanë viju i sini këtu, qëfar gjendje. Kjo është merë është. Krejtësisht të shkapë. Shumë faleminderit për juve që keni dalë me vizitu këtu. Jeni nashta gazetarët e parë, kështu që jeni dalë me vizitu këtu këtë vend. Është i lonë pas dore shumë. Është e ronë kjo, është shumë e ronë shumë i lonë këtë gjendje. Po i shumë edhe këto mbi shkrimet në shkollën e Tërstenës, ruaje shkollën. Kjo shkollë realisht është dashmëru, për shkak se ka pas nxënësa, ka pas banor, po për shkak të mos investimeve nga komuna edhe shteti kryesisht, nuk është që është tru, edhe nuk është që është punun ka. Një shkollë shumë e vjetër,
Këtu po e shohim edhe një kilos. Po besoj edhe ata që e shohin i krijon edhe nostalgji, pema e vitit 3, dhurata, autobus, ora 2, ora 3, ora 5. Punimet që i kam bë edhe nxënësit, do me tha për nderë të festës 28 nëntorit. Po besoj që tashtë edhe ata që i kam bë këto punime, i krijon goxha nostalgji me i shiku sot prej kamerës. Edhe kë, e pas ka marrë një të lumt. Hajde vazhdojna në pjesët e tjera të shkollës. Selim, ç'është po njihesh kur po e sheh shkollën që i ke kry, do të thonë, shkollën që i ke kry mësimet në këtë gjendje? Unë po njihna shumë keq, si çdo qytetar që njihet kur e shën këtë gjendje. Mirë po, prap komuna është fajtore që s'ka investu, do me thonë, s'ka bo një rregull, një mirëmbajtje, një pas një asistent këtu mi bo mirëmbajtje, do me thonë, shkollës. Ose na investim, renovim diçka. Është realisht për morë keq edhe dimset për shkak të problemeve me cilat Tërstina është përballë, si pasojë mungesës të infrastrukturës edhe problemeve të tjera që ky fshat përballet. Banorët e këtij fshati janë detyruar me lëshu vendin edhe me braktisë, domethënë krejtësisht, edhe me lënë në gjendje kaq të keqe fshatin, si vendin. Po, domethënë si pasojë e rrugës, si s'ka pas rrugë, s'kan mujt me ndërtu, edhe s'kan mujt me bëj jetë këtë fshat për shembull shkak i rrugës. Tani kanë lënë edhe shkollën pasdore, edhe kanë braktisë tërësisht fshatin banorët. E tash kjo gjendje është si pasojë e mungesës nxonsa, s'ka banor, s'ka mbikëqyrje as nga institucionet nga komuna, domethënë, edhe e kanë lënë pastore. Është e dhëmshme kjo në këtë gjendje që është ka mbajtur kështu, shumë e dhëmshme. Fillimisht kjo dashur më renovu, me pas ujë, me pas rrymë, me pas kushtet elementare rrugën, infrastrukturë që s'ka, është problem. Ki gjithë fshati jemi zhgënjur me komunën që nuk ka marrë kurfar ndërmarrje as për rrugë as për shkollë. Kjo është shumë e padurueshme është kështu. Po, s'kena çka më vë. Dohet kështu me shpresa. A ki shpresa që ka marrë një ditë që nështë kanë më rregullu dë gjana? A ki shpresa që kjo shkollë ka me hapë? Na me shpresa po jetojmë, po këtu po më jenë trona. Do me thonë, na me shpresa të në kuhën këna jetu që po na shtrujnë rrugën, e bon në renovim këtë shkollë, i kthehen njerëzit fshatit, janë me, do me thonë, me përkushtim plot, për shembull ka njerëz që kanë qef më kthy, po s'kan mundësi. Edhe kështu këtë gjendje jetë, fshati, tukat, malet, do me thonë shkolla, gjithçka që përshihet. Krejtësisht. Sa më bëri përshtypje mu ke edhe që kjo që me datën 4 gusht 2024 e ka vizitu Ernisi dhe Denisi. Do me thonë sigurt kanë qenë edhe ata banorë ti vendi. Fshatit vinë e vizitojnë, edhe e hiqen një farë malli, një farë, po kur vinë veç pohen ma të vrasht njerëzit se e shen këtë pamje, sikur Serbia u konë për para Serbi, po ka investu këtë shkollë, ka punu, në atë ku kanë punu para luftës, u konë e rej, unë e si nëzënë si u konë me gjithë shka në regu, tash, do me thonë, njerëz tonë, komuna jonë, shteti jonë, milon këtë gjendje, është e ronë. Kënë kësha pas e veç me marë pamje, edhe pamje të folin vetë, të shohin Ministria e Arsimit, Sindikata e Arsimit, Komuna e Mitrovicës, të shohin çfarë gjendje, edhe të shohin si përna thojnë, jekni në shu fshatin, e kanë fshat s'ka rrugë, s'ka shkollë, s'ka elementare që duhet me kry komuna. Shmos me shu fshatin, kur një rrugë nuk ka qenë gjendje, do me thonë komuna me shtru. Edhe ju keni qenë detyruar për shkak se kushtet realisht nuk i çushultojnë. Është jetë e ronë, në qytet je ki rrugën edhe po është këgja një sfidë me jetu, se për shembull këtu në fshat që nuk mundesh me mbi jetu pa rrugë, pa shkollë,
rrym, pa ujë, këto gjana këto si janë përfil kur. Kur pini na për debatet të folë për tramvaja, për ato, për këto? Po, në për debate kur për ndëgjojna në tëve, për shembull analista ku ta di njerëz të shkollum, bojnë beseda qysh me ndërtu për tramvaje, për dësene çka popullin ashta ka nevojë më me vonesë. Kështu që na për këto elementaret vujnë komplet fshatit 80 shtëpi, tash janë shumë, mundet me konë nashta për 150 shtëpia më shumë. Vujna për sen elementare për një rrugë, për një shkollë, renovim shkollës, për një transport, për rrym, këtu s'ka rrym, s'ka rrym. Shkolla do me thonë që kjo shkollë, s'ka rrym, ujë, infrastrukturë. Edhe e the shumë interesant, po flasim për gjona shumë të mëdha, në këtë rast vlen mocek edhe që bota po ecë përpara, gjithçka po sillet rreth teknologjisë, gjithçka me inteligjencë artificiale. Kandidatët për kryetar të komunave premtojnë tramvaja, ato këto krejt në rregull, por shpresoj që bëhen. Ama ka fshatra të Kosovës, si kjo që jemi sot, Tërstena, që nuk ka as asfaltim të rrugës. Edhe limo gjonat e tjera, do me thonë, as rrym, as transport, as që bëhet fjallë, ka me kalu transporti këni. Atin është e dhemshme? është e dhemshme, çdo fshatar që vjen këtu e sheh këtë pozitë shkollën, e sheh rrugën, kthehet i dëshpërum, i natusur, nervozohen njerëzit, ju dhimbet veni, edhe çashtu e kalojnë, vinë, kthehen, shohin gjendje shumë të keqe, pa rrugë, pa shkollë, pa. Kjo është e rëndë për neve, për fshatën tonë shumë e rëndë, edhe ka fshatra plot, nashta kështu, po kjo është kjo pjesë është shumë e lënë pas dore. Këtu ka tokë pjellore shumë, ka hapësirë shumë, fshati shumë i madh. Tash jemi do me thonë në shkollën e Tërstenës, e cila deri para 5 viteve, kjo ka qenë mbushur me fëmijë dhe me nxënës, edhe sot është krejtësisht e braktisur, është mbuluar nga pluri, nga merimangat, për shkak se nuk i vjen mësimet askush në këtë shkollë. Hajde të hym brenda dhe t'i shohim pamjet e saj. Këtu do me thonë kem të vogjirën a për Tërstenë, këtu jemi edhe të varezat e fshatit. Po. Pas ka vareza që janë shumë, vare që janë shumë të vjetra. Prej 1900-ës do me thonë, ka vare këtu. Ka këtu prej të parëve tonë janë varezat shumë të vjetra, do me thonë këtu ka mbulume edhe me thera që kanë mbulu, tash këtu fshatarët i kanë krastit, ka pak që i kanë hek, i kanë pastru, mirë po ka mbulume që janë, ama janë shumë të vjetra fshatit që janë konë këtu. Ka shumë pjesë që ka vareza shumë, se është fshati më që fshati madh, po kështu kanë mbetë edhe këtu. Tash po vazhdojnë edhe në pjesë të tjera të fshatit Tërsteni, vend jashtëzakonisht i bukur, po që thjesht do një investim edhe prapë mos përsëritemi shumë, por realisht mendoj që duhet me përsërit, ko pas kohë, për shkak se rruga është e pasfaltume. Ju kisha lutë edhe komunës për shembull mi pa këtu pamje, mi pa këtu do me thonë këtë gjendje, me intervenue, me na mundësu pak me jetue, me vizitu, me gjallnu njerëzit, me i shfrytzu tokat. Pse jo pas disa viteve edhe mu kthy dikush edhe me ringjall prap këtë vend? Muj me thonë dikun 50% e fshatit mujnë mu kthy me pas infrastrukturë të mirë, shkolla, me pas pak transport. Këtu mundën më kthy krejt se secili ka atë ëndrën më kthy, secili që bisedojnë, që kontaktojnë, këta kanë ëndër më kthyje, po e pamëshme si të hyjna në hymjet fshatit këtu, s'mon kalon për e rrugës, dhe me thonë që s'mon kalon. Po Selim, a jeni harru mes njëri tjetrit, tash secili ke vazhdu jetën e juaj, cojni dojnë Mitrovic. Kështu largu po, sa i përket kështu, se pjesërisht janë zhvendosëm vështëri Mitrovic, Prishtinë, jashtë janë dalë njerëzit. Për atë arsye po, më mirë, po kështu si po kena kontakte, kena kështu do me thonë po. Shumë raportet mira kena me fshat, po është puna që prej komunës jena të harrum. Për kësaj. Po vjen shumë keq. Po vazhdojmë. Pra miq të mi dashur, kjo është rruga në të cilën do të me kalu banorët e këtij fshati. Nuk ka absolutisht as investim, as asfaltim, nuk ka asgjë, edhe realisht shumë e vështirë. Po sidomos pjesën e dimrit, po besoj kur vjet dimri, kjo është krejtësisht e pakalueshme.
Kjo është një varrejtë ndërluftës dëshmorë që vëro i një tjetër fshati, i fshatit Vidishiq. Kanë rregullu këtë varrezën e tina. Po, Këtu do me thot tash jemi në zemrën e Tërstenës, kryesisht jena në mes të fshatit Tërstenë. Po, Apo na folëm shumë, diskutum për problemet me cilat përballen, po çfarë fshati është Tërstena? këtu jena në hallin Aslani, do me thonë kulla e Sherif Tërstenës. Po që ka Kulla e qenë? Sherifit këtu është. Këto shtëpitë që ishin më vetë që kanë kallë gjatë luftës, janë metë, do me thonë këtu veçinar të shkatërruë, s'kanë mujtë më renovu, do me thonë, si pasojë e rrugës, edhe kanë betë kështu janë gërmadha, krejt. Lop, do me thonë Po. bajti, që Tu- kryesisht e folëm pak Po. ma herët, që jetojnë 2-3 familje që merren me bregtori, Po. ata nuk mujtëm i taku hala, shkak se nështë e në zonë në fund të tyne, po një vend shumë i bukur, një vend me një natyrë jashtëzakonshme, shumë piktoreske, shumë vend i bukur, edhe mu lënë kaq shumë pas dore, është realisht e dhëmshme. E dhimshme, kjo krejt shkaku i infrastrukturës, tu kanë betë krejt të shtëpi, pa renovu, janë metë gërmadha, tukat, pa punu. Kjo gjithë shka betë shkaku i infrastrukturës. Do më thonë ishte mi dashur, Kjo- krejt të bukuri kjo që pjesa ka këtu të është shikudet kulla që e- tash, Sherif Tërstenës që është janë ka betë, qenë luftar. janë veç histori, për shkak se si jeton askush këtu, veç për shkak një rrugë, që nuk është asfalti rruga. Si pasojë që asaj rrugë janë detyruar njerëz me lëshu vendin. Po, shkaku i rrugës. Po. Krejt të janë shkaku i rrugës, pasojat kanë betë fshati krejt gërmadh. Thuje, bile këtë fshat e paten qujt njëherë muze. Fshati muze, arsyeja e jo investimeve, i shkatrimit total, kështu i shkatrum. 2 herë 2 ofensiva kanë kallë këtë fshat. Kjo kulla e Sherif Tërstenës këtu. Pse ndërtimet kështu me gur? Po kryesisht gjithë fshati shumicën janë me gur, arsyeja se nuk kanë pas mundësi transporti kështu për me diçka material ndryshëm, mirë po i kanë në atë kohë që kanë ndërtuar edhe deri vonë krejt me gur, krejt janë me gur kështu të shtëpijat. Arsyeja e transportit edhe që s'kan pas mundësi me bë transport. Edhe Shkaku i fakti që rrugës. janë shumë të vjetra Edhe të dhe vjetra, po. realisht. Selim, a dhem zemra kur e sheh një vend në të cilin ke jetu shumë vite, edhe sot e sheh që nuk e ki as edhe një zhurmë të një njeriu, se është i braktisën. Na të gjithë Qysh nihesh? jena, do me thonë, ne kena me dhimbjen për këtë fshat. Kështu që po nihëm shumë keq, nihëm që s'munëm i shfrytëzue, s'munëm me dalë, me ndërtu, me renovu, me punu. Gjithë fshatarët e kanë njëjtin hall. Kjo është shumë e rëndë, do me thonë, që këtu mure, këtu, që ka këtu që përshijen. Krejt janë familjarët e tyne, janë që munën me investu, pak me investu, me dalë, me fëmijë, me familje. Këtu janë e pamëndshme është që për shembull në atë pjesë atje duhet me dalë rruga. E pamëndshme me dalë me depërtu, që s'ka rrugë. Është problem. Si pasojë e një rrugë, ka mbet gjithë kjo Po, bukuri gjithë kjo bukuri, gjithë kjo investim që u bë. në këtë gjendje, Këtu kanë jetuar afër 80 shtëpi për shembull. edhe sot nuk jeton Po, askush. sot Si askush. 2-3 familje që merren me blegtori, edhe ato her po her Po. jo. Edhe ato kanë ndërtuar po shtëpia, pritet ata me lëshu. Kujt po i drejtohesh sot, Selim? Vetëm komuna i ka këtu obligative, do me thonë për një Komunës së rrugë, Mitrovicës. komunës së Mitrovicës, do me thonë është obligative me bë rrugën, me bë atë pjesën elementare që i takon, edhe më kthy fshati, më kthy namën e për pronën, më kthy me investu, me punu, me... Tash familjet janë rritë, se cili ka qef diçka ma shumë, me dalë, me relaksu me fëmijë, me dalë në fshat vetin, vend lindjet vetë, kështu që komuna. Komuna i ka ndorë dhe gjana dhe realisht Po, përbën këto një mbeten thirrje prej që komunës. kur vjen një kohë, muni më kthy, se ti ki kontakte Po, dhe biseda shpresojmë, dhe me po. banorët e tjetë të Po. fshati. Edhe po besoj që ishin kthy edhe ata nështë ajo për gjithë, po sa për me kalu në vikend ose diçka
Po edhe të njëjtën kohë vlen Mocekse është edhe atraksion shumë i mirë edhe turistik, se ka pamje piktoreske, natyrë. Është vendi qetë, ka ujë, ka gjelbrim, ka mal, ka dukshëm, është hapësirë e madhe kështu. E tëra mbet shkaku i infrastrukturës. Tash mbetet e shihet për i komunës ku që marrin masa diçka për rrugë për këtu. Është interes edhe i shtetit, nuk është veç interes i katunit, po edhe i shtetit. Do me thonë këtu është interes edhe i shtetit, interes është edhe i komunës. Tash edhe smunjet janë për shembull që kur jeton në fshat, han bio, është ma nuk ka rrezik për smundje, për këto janë interese përgjithshme që me animu komuna, me animu për shembull, me bë rrugë, me bë infrastrukturën. Këto janë intereset shtetit, pikërisht në komunës shtetit gjithëve, qytetare. Po, se sot për shembull te thashë mirë edhe çore këto toka janë me të papunu, janë po, me të batas, nuk krejt, janë me të gërmalla, janë me të shtëpijat, tokat, krejt kjo hapësirë që shihet, është si pasojë shkurt e komunës. Çmimet po rriten ditë për ditë, se sot kërkush nuk marr lop, nuk marr. Jo s'majnë bio diçka kur gjithçka është import eksport këtu që janë krejt si janë bio. Po do të me ble gjithçka dhe po jemi detyruar mi ble, se s'po mbajna. Do të thonë si pasojë që s'mbajmë as lop, as nuk merremi shumë me bujqësi, po rriten edhe çmimet dita ditës edhe. Po, fakt është ajo se rriten çmimet, vijnë produktet për jashtë, për shembull, gjithçka është eksport që vjen për jashtë. Edhe ato tash afate, pa afate, këtu, dhe me thonë për qytetarët janë më dëmshme, bio s'ka kurgjë tash. Jo smundjet, jo inflamacione ndryshme, për shembull, po psojnë shoqëria, po psojnë fëmija, për shembull, gjithë shkapi. Tjetër kur jeton natyrë, jeton me bio, një ambient pastër. Tjetër është kur jeton grumbull, për shembull, gjithçka që është eksport. Kjo është interes i shtetit për shembull, me pas është interes i komunës me jetu njerëz në për fshatra, ju mi braktis fshatrat, komplet një fshat del shkaku i një rrugës, e lëshon krejt fshatin. Është tër pjesa e shalës shumica që kanë shu shkaku i rrugëve, shkaku i gjëra elementare, për shembull shkollës e rrugës, rrymës. Gjona të cilat mundet me rregullu edhe komuna. Po, komuna pikërisht po. Edhe ju pikërisht si banori këtij fshati i Tërstenës, edhe si taksa pagu, si këtij shteti, kërkojnë me marrë kërkojnë prej komunën me marrë parasysh këtë gjendje të harrume, fshat muzej, që kanë quajtur edhe muzej, arsyeja e mos ndërhyrjes me rrugë, me ndonjë ndihmë, me fermerët, me i përkrahë fermerët për shembull, si kanë përkrahë fermerët shumë pak këtë pjesë. Masanena edhe ata fermer, edhe ata njerëz që dojnë tokën e dojnë bujqësinë janë detyruar me lanë këtë vend, edhe me migru jashtë hala ma keq. Për vendin ton hala ma keq, se ndoshta për të mirën e tyre. Kështu, a ki diçka të fundit për më na thonë? Jo, faleminderit shumë, domethënë, që keni gjetë kohë me dal, me pa këtë fshat kështu, të braktist, lanë pas dore për i komunës. Edhe komuna, do me thonë, është ajo, këtë që i përmenëm edhe shpesh, se me pas rrugë këtu, gjithë se cili ki ndërtu, e ki shfrytzu tokën e vetë, edhe qëtu janë arsyet, për shembull që ka nevojë pak me na mbështet komuna, me mbështet fshatat, jo veç to, po në gjithë thanët, mirë po këtu është braktisë tërësisht. Për çka njihet Tërstena, Selim? Po, Tërstena njihet me shumë mira për shembull që ka fshati, plus asaj ka edhe njerëz të mirë për shembull që janë si që kanë edhe luftëtarë Sherif Tërstena me ata vllaznillakun e vet që kanë gjatë luftës 40 vite 40, domethënë deri në vitet 50. Kështu që është jeton Tërstena, është Selvete Tërstena, këngëtarja Bundri Timeri, ka artista, ka edhe Bundri Timeri është prej Tërstenës, domethënë ka prej ardhen. Po. Edhe ka shumë, kështu që kanë bë për shtetin, kanë bë për shoqërinë. Mirë po për veti na jena mirë shumë si fshati jena mirë për shembull me gjithë këtë, domethënë gjithë këtë pasuni që ka fshati, kena mirë si mbyllëm kështu, pa rrugë. Po pa rrugë dhe si pasojë kësaj rruge jeni detyruar me të shu vendin edhe sot s'kan mbet. Tash janë dikon afërsisht mund me thonë dikon 300 shtëpia më shumë janë që janë zgjeruar në Voshtrë, Mitrovic, dikon
minimum 300 shtëpia në poshtë në për qytetin qendror. Po vazhdojnë në pjesë të tjera. Do me thot tash ti jena të një pjesë tjetër e Tërstenës. Ku Po, jemi këtu jena saktësisht? është lagja i Bishi këtu që. Lagja i Bishi, ha? Pjesa. Sa shtëpia do më thot ato 2-3 shtëpia që banojnë Tërstenë, banojnë atje. Shtëpi ka ma shumë mirë, për kanë braktisin dollë, me thonë. Janë, me thonë, 2-3 shtëpi tash afërsisht. Që banojnë endë. Që banojnë, po. Këto që banojnë, punojnë, kësajde, unë do me gjallë këta, mirë po. Se di, po mje shumë të bukur, Edhe këta ka nevoj për rrugë, hala, kanë nevoj për rrugë edhe këta. Po, jo, kjo është një tjetër lagje, kjo rrugë një tjetër lagje, këta absolut s'mojnë me dalë, kështu është shumë ajo është e braktisë total kështu. Ku e kanë rrugën për me... Ata lidhen atë pjesën tjetër, që ajo e vetëmja lagje është që kanë asfalt, mirë për kanë shumë, është atë pirë të madhe shumë është atë. A e vetëmja lagje është ajo që ka lidhet me rrugën kryesore në altë. Se di, dam zamra kur e sheh një vend kaq të bukur me një natyrë kaq të bukur krejtësisht të braktisur, edhe të lanën mazore nga shteti, nga komuna, kryesisht do me thonë për një rrugë që se kanë asfaltu komuna, janë detyruar me lëshu banorët e këtij vendi, edhe mos me jetu mund të shtu. Pikërisht arsyeja është tek komuna që nuk ka investu, dhe me thonë, edhe e kanë braktisë tërsisht këtë fshat kaq të mirë, kaq të mrekullueshëm, me të gjitha të mirë, po arsyet janë që infrastrukturë nuk ka. Faleminderit shumë prej teje. E gjithashtu edhe për juve. Faleminderit. Pra miqtë mi dashur, kaq kishim prej Tërstenës Mitrovicës, një fshat shumë i bukur me super natyrë, super pamje, vend kur mundet mu zhvillu bujqësia, blegtoria, është i lanën pas dore dhe i braktisur plotësisht për shkak të asfaltimit rrugës. Do me thonë këtu mungon infrastruktura që është gjoja alimentare që mundet me zhvillu, do me thonë edhe jetesën në këtë fshat. Sot në Tërstenë nuk jeton askush, përveç janë 2-3 familje që merren me blegtori. Edhe ato 2-3 familje her vinë, her shkojnë, edhe është shumë e dëmshme edhe ndjesi shumë e keqe kur e sheh një vend kaq të bukur me gjithë këto pamje të braktisur kështu plotësisht. Deri në episodën e ardhshme, miru takofshim.